o imam e kam mbyt një njeri. A ka pendim për mua? Ky është i madhi Allah xhaleshanu ve xhalla xhelalu. Po ju thot njerëzve gjithmonë, po sidomos në Ramazan, unë e shtoj faljen. I ka ardhur një person dhe i ka thonë, o imam e kam mbyt një njeri. A ka pendim për mua? Tha vallahi ka pendim. Edhe Allahu dhul xhelali don ata të cilët apo ato të cilat pendohen. Inna Allaha ghafurur rahim. Allahu është falës dhe është mëshirues i madh dhe i don njerëzit që pendohen. Jo vetëm që i don, që i fal, edhe që i mëshiron, mirë po Allahu xhaleshanu krejt gjunahët u a kthen u a shndron në sevape. Ky është i madhi Allah xhaleshanu ve xhalla xhelalu. Po ju thot njerëzve gjithmonë, po sidomos në Ramazan, unë e shtoj faljen. Unë i dua ata njerëz të cilët pendohen. Unë i dua ata njerëz të cilët ju kthejnë hajrit dhe ju kthejnë të mirës.